لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد Allahun e falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit të Allahut Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja drejtojmë. Lutim Allahun subhanahu wa taala që namazin, njërin prej ibadeteve kryesore, ta bëj dashur në zemrat tona. Të nderuar besimtar, po vazhdojmë me shpjegimin e disa pjesëve të namazit. Në dy hutbet e kaluara folëm për rëndësinë e elhamdulillahit namaz. Namazgjia kur e lexon elhamdulillahin, njënja prej rëndësive ishte hadithi kutsi ku Allahu subhanahu wa taala thot, namazin e kam ndan dy pjesë me robin tim. Kur thot elhamdulillah, unë thom kështu, kur thot ihdina siratal deri do thot në fund. Kjo ishte ajo çështja thelbësore dhe e rëndësishme për neve si namazgji, për neve që e falim namazin, çfarë lidhje me Allahun subhanahu wa taala krijojmë. Lusë Allahu azza wa jall këtë lidhje, Allahu mos ta shkpus prej zemrave tona, thuni amin. Lusim Allahu subhanahu wa taala të na bëjt mundur që ne dalim me namaz nga kjo dynja. Lusim Allahu subhanahu wa taala që t'ja u bëjt mundur edhe atyre qerve cilët nuk e falin namazin, të fillojnë dhe ta falin namazin dhe t'jenë në rregull namaz, kështu që ta forcojnë dhe ta majnë lidhjen me Zotin Gjelle Gjelaluhu deri në frimarjen e fundit daljes për kësaj dynjaje. Të nderuar vëllezër besimtar, kur qëndrojmë kom namaz, pra fillojmë hym me tekbir, Allahu Akbar. Vetë fjala Allahu Akbar na jep me kuptu që Allahu Akbar, Allahi është ma i madh. Allahu Akbar, ma i madh s'ka përmi Zotin Gjelle Gjelalu, dikush. Ajo është ma i madhi. Pra ne po him namaz me këtë fjalë, që kuptojmë dhe mësojmë se çdo gjë tjetër nër Allahun, dynjallëkit thash e më thash, duhet me ilon mbrapa. Jo kur të hym namaz, me na i bo disa lojna shejtani aty me vezvese dhe dyshime na, mu kon me trup namaz dërsa me shpirt, me zemër e me mendje jashtë namazit. Pra kërkohet prej neve, që ne kur të hym namaz, kur e thojmë fjallën Allahu Akbar, Allahu është ma i madhi, s'ka mund namazin ton diçka më të rëndësishëm se Zoti Gjelle Gjelalu. Nuk ka diçka më të rëndësishëm namazin ton se sa na me majt lidhjen me Allahun azza wa jall. Të nderuar vëllezër besimtar, jemi bo sprov, fitne dhe sprov e teknologjisë dhe teknikës sot. Nëse ne jemi me një vend dhe nuk kemi val në mobilin ton, telefonin ton, bomi kahër. Dojmë mu kon lidhje me dynjan, me halët dhe nevojat, me familjen, thash e më thash. Po jemi bu sprove edhe në përshpijat tona, nëse nuk në punon rjeti internetit, ka arbomi. Pse dojmë mu kon lidhje,
me dashunit ton, me të respektumin, me evlat ton, me familjar ton, Perëndim, me kudo kohë do thotë, mu kon lidhjena me tont, me familjet tona, pse ta kuptojmë hallin edhe detin e njënit tjetrit. Këtë në rregull është kjo. Por të nderuar vëllezër besimtar, e kemi parasysh se nevojë e jona është për më kon lidhje me njënit tjetrin, apo? Allahu na ka kriju që na me jetu në shoshni që shtu zbashku grumbull, me akraballëk e me miqasillëk e tjerë. Kur nevoja jonë është një gjë e tillë e domosdoshme, edhe ma e domosdoshme është që na me pas lidhjen ton pa kputën dhe pa shkputën me Allahun subhanehu ve taala. E çysh ka mundësi, i nderuar i vëlla besimtar, një i cili nuk e fal namazin me pas lidhjen me Zotin xhelle xhelalu, e ka pre, e ka kput vet. Kështu që namazi, lidhje më e mirë, lidhje e cila nuk ka zavendësim tjetër. A di kur bjen namazi, kur Allahu nuk e lyp, kur na nuk jemi në vetdije. Për ndryshe, e ki shnetën, i ki mend, i ki gjitha namazin duhesh me fal. Shneta nuk të punon, nuk të mungon, namazin nuk mundesh me e fal në kom, Allahu e lyp ulëm. Në karrik, aty ku je, po edhe ashtu nuk ke mundësi me e fal namazin, je në shtrat i shtrim, edhe aty Allahu azze ve xhel e lyp me bo me shenja, me isharete. Pra namazi nuk bjen, pa tjetër pse, na duhet me pas lidhjen me Zotin xhelle xhelalu. O musliman, këtë pun duhet ta kuptojmë mirë, për që të edhe këto janë shpjegime cilët Allahu azze ve xhel dhe pejgamberi Allahut azze ve xhel na i ka mësu, na i ka ofru, dhe ne po i shpjegojmë. Çka po mendon? Apo e mendon mirë qëndrimin ton në kom namaz ku je drejt për drejt me Allahun subhanehu ve taala. Tani kur t'i vjen e rendi do të shpjegojmë edhe kur e ndojmë ballin në sejdë se sa afër Allahut azze ve xhel je. Kështu që namazi ishin fjalët e fundit pejgamberit alayhis salatu vesselam kur dha shpirt nga kjo dynja dhe dul. O musliman, ta falim namazin, t'ja mësojmë namazin familjeve tona, akrabave ton, të afërmëve ton, mos t'i pengojmë tjertë namaz, t'ja u lehtësojmë gjithë, shtëpit tona të krijojmë kushte që ta falin namazin, edhe ata të cilët janë të hamendun, mos t'i pengojnë si shtash në javën e kalume, në hutbën e kalume, mos e pengoj vllatin tënd, që ata që i ki familjar në shtëpi, mos i pengoj me e fal namazin. O ti i cili ki punëtor, ki firm, ki dyqan e tjerë, mos i pengot atë tjertë me fal namazin. Po edhe ti që punon aty, mos jashti hilen. Namazi edhe farzi do të lyp 5 minuta, fali 5 minuta, mirë pauz për 5 minuta, dhe ktheu punën tonë dhe krye me ndershmëri. Jo në emën të namazit mos me i kry detyrat dhe obligimet tjera. Tjetra që është me rëndësi, t'ja falësh punë, nuk falë na unë në punë. Pse? Po shefi më pengon. Jo si ku marë leje, po ai nuk e ka fort merak. Këto janë këta dyshime të nderuar vëllezër besimtar, që ne duhet me u marrë vesh edhe këtë namaz mos me elon. Nuk po i vjen marrë të nderuar vëllezër besimtar namazin me fal në vendet perëndimore, edhe në parlamente thash me kry namazin dhe me i dhon leje tjertë. Shefi nuk po më lejon. Para disa viteve një muhabet e kom pas me dikon një gjalirin perëndim të punu, tha une nuk muj me fal dhe une lut në mënyrën teme. Qysh lutesh be burtin në mënyrën tonde? Na musliman të dim namazi si namaz që shkryët. Qysh lutesh ti mënyrën teme, lut në mënyrën teme, përveç qire s'pat kam i amajt. Tha shefi nuk kom le. Kur pas 5 minutave e morën vesh që ai shefi kish pas babën se firm kish pas. Të nderuar vëllezër besimtar, ti tutemi Zotit xhelle xhelalu gjitha palët. Kështu që ta kryjm këtë obligim të Zotit xhelle xhelalu, se vallahi nuk ka kënaqësi më të madhe. Nuk ka lumturi më të madhe, nuk ka përjetim të shpirtit dhe zemrës më të madhe se sa kur je në namaz. Kështu që namazi, në hutbën e kalume përmendëm se të pengon prej të këqijave, prej gjanave të këqija.
Nuk ki qef me pas djalin, nuk po ki qef. Në thoj se, si janë kejt, një kategori e vogël. Po edhe këta në dhimbsën neve. Nuk po ki qef djali e vladijat me fal namazin. Apo ki qef me pan drog? Apo ki qef me pan zina? Allah i në rujt. Apo ki qef me pan alkohol? Apo ki qef me pan pun të rezilhone? Jo, atër namazin nuk sjell. Namazia e vladi jot, ai qetri i afërm jot i cili e fal namazin me lejen e Allahut azza wa jall, ky nuk sjell telashe, nuk sjell rezilhone, nuk sjell poshtërsi dhe fllishsi në shtëpinë tonë, përkundrazi sjell bereqet, sepse është urni i Zotit xhalla xhelalu. Inna salate tenha anil fahsha'i wal munkar. Allahu azza wa jall thot, padyshim namazi ndalon prej punëve të këqija dhe të irritume. Pastaj, vlera dhe rëndësia e namazit do t'i kujtojmë një 2-3 pika që të mësojmë aqë të nderuar vëllezër besimtar. Sa të lexojmë, sa të dim për një send qa që dojmë. Sa të lexojmë, sa të mësojmë diçka çaq e respektojmë. Kështu që le të jenë këto 2-3 pika, 2-3 hadithe, 2-3 këshilla do thot për vlerën dhe rëndësinë e namazit, që janë përsërit shumë herë, po edhe ripërsërit, nëse në ripërsëritje nuk ka humbje, po vetëm se ka dobi dhe përfitime. E dyta, prej punëve më të vlefshme, mas shahadetit, mas la ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah, është falja e namazit. Pejgamberi alayhi salatu vesselam, Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu thot, sa'altu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. E veta. Pejgamberin alayhi salatu vesselam, Muhammedin alayhi salatu vesselam, o Muhammed, o i dërguari i Allahut. Po trego cilja punë është më e vlefshme, më afdal, më e mira. Pejgamberi alayhi salatu vesselam tha, as-salatu li waqtiha. Namazi në kohën e vet. Namazi në vaktin e vet është njëra prej punëve më të vlefshme. 3. Namazi i lan gjunahet. Pse falemi nderuar vëllezër besimtar? Ndëgjovan një ligjerat dikun do shpyt njëni prej o gjallarve prej një motre muslimanve, unë e kom du shamin se jo me smut kështu e kom du mbulesën, për do tëtë Allahu azza wa jall, përmisimi dhe vrejtja ishte kështu, sukur të ndim sot, unë po falë nëse i smut dishka, jo të nderuar vëllezër besimtar. Namazin na e falmi jo për me ushëru, pej na i smuje. Namazin na nuk e falmi pse me realizu një qëllim tjetër. Namazin na e falmi pse është urni Zotit. Mbulesën gruaja muslimane e ndon pse është urni Zotit. Nuk bën me rrejt, me mashtru dhe me tralltu dhe me vjedh në kanar, pse është urni Zotit, jo pse më denon filani edhe po më zbulon si për hajnë. Shembull. Jo, na namazin dhe i krym pse janë urn i Zotit xhelle xhelaluhu. E pasit kryet urni i Zotit xhelle xhelaluhu, pastaj namazi sjell edhe shumë të mira tjera. Na kur e krym urnin e Zotit, Allahu azza wa jall na mundson që na me ulajt prej gjunaheve. Kemi hadithin e Xhabirit radiallahu anhu ku e sjell një shembull, këtë hadith e kemi parasysh shumica prej neve. Thot shembulli i 5 namazeve. Shembulli ai i cili i fal 5 namazet, i përnget sikur se shembullit i cili një ujë ka përcem para dyrve çdo njenit prej neve. Dhe 5 herë në ditë e lahat ai aty. Ai jet pa pastërti, ndytësi, diçka llom në trupin e tij? Padyshim që nuk i jet. Kështu pejgamberi alayhi salatu vesselam thot është falsi i namazeve, Allahu azza wa jall e pastron, ja fshin, ja pastron, ja lan gjunat. Allahu i lav gjunahat tona. O Zot, po të lutemi na fshi, na i la, na pastro prej gjunaheve tona. Po të lutemi me atë duat cilët e kemi spjegu në fillimin, o Zot, largona neve prej gjunaheve, qashtu qysh e ke largu lindjen prej perëndimit.
Lusim Allahun Azze ve Gjell të na fal edhe një herë gjithë neve. Pastaj, namazi i fshin gjunahet. E katërta, të nderuar vëllezër besimtar, namazi i fshin edhe të këqijat. Përveç i gjunaheve, namazi i fshin edhe të këqijat. Hadithi pejgamberit alayhis salatu vesselam thot, namaz 5 kohë namazit. Xumaja deri në xumën tjetër, Ramazani deri në Ramazanin tjetër, i fshin gjunat mes tyne vakteve, i dhe shtenebel kebair, nëse njeriu i largohet prej gjunaheve do të muaja. Pra namazi, shembull namazi i qindis, deri namazin e akşamit, nëse brenda kësaj koha është bën ai gjuna i vogël, Allahu Azze ve Gjell e fshin nëse ti nuk bën gjunahe të mëdha. Pastaj, e pesta, namazi është dritë për atë falsin dynja dhe në ahiret. Namazi sjell dritë. Jo namazi sjell errësin. Jo namazi sjell vështirësi, sjell probleme dhe telashe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Men hafadha alaiha", ai i cili ja bën hizmetin namazit, e fal namazit, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Për ta është namazi dritë, argument dhe shpëtim në ditën e gjykimit. 3 përmendën. Ai i cili e fal namazin, pejgamberi alayhis salatu vesselam tha, për to ka dritë, nur. Dhe për to është argument namazi dhe shpëtim namazi në ditën e gjykimit. Dritë që çon drejt rrugës Zotit xhelle xhelalu. Argument që ti je musliman dhe e meriton xhenetin pse e ke fal namazin. E në ditën e gjykimit në gjaten dhe shpëtim, pa dyshim që ky shpëtim përfundon xhenetin e Zotit. Allahu na i boft mundur me hin xhenetin e tij gjithve. Pejgamberi alayhis salatu vesselam thot: "Wa man lam yuhafiz", ai i cili nuk e fal namazin, s'ka dritë, as nuk ka argument, as nuk ka shpëtim, por ai në ditën e gjykimit është me Karunin, me Firaunin, me Hamanin dhe Ubej ibn Khalefin. Këtë që ta 4 emnat që u përmendën, janë 4 emnat e kriminalëve më të mëdhenj në tyrën e tokës që i kanë bë pa drejtësi Zotit xhelle xhelalu dhe që nuk e kanë besu. Tani është e lirë, çështja e lirë për neve na ku dojmë mu regjistru. Cilën listë dojmë mu regjistru, në listën e besimtarëve dhe njerëzve, apo në listën e atyre të cilët kanë botë këshi. Pa dyshim që çdo besimtar i mirë e don që ai mu kon listën e të mirëve mu shpërblime të mirat e Zotit xhelle xhelaluhu. Allahu na i boft mundur. Tjetra, namazi të ngrit në shkallë dhe t'i fal gjunahat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Alejke bi kathrati sujud", bonja hizmetin dhe sa më shumë bon sejdë. Pra fal namaz. Fal namaz sa më shumë. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja. Sa herë që ti e bon një sejdë, Allahu të ngrit një shkallë. Sa herë që ti e bon një sejdë, Allahu të ngrit një shkallë. Sa sejdë, sa recate, sa namazet bëjsh ma tepër, qa që ngritjen e kite Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe krahas kësaj, pejgamberi alayhis salatu vesselam thot, edhe Allahu azze ve gjell ta fal ka një gjuna. Një sejdë, një shkallë ngritesh, një gjuna të falesh. 2 sejdë, 2 shkallë ngritesh, 2 gjuna të falet. Kështu do thot Allahu subhanahu wa ta'ala e shpërblen robin e vet. Dhe krejt në fund të nderuar vëllezër besimtar, namazi o sebeb me hyn në xhennet. Plus edhe me u shoqnu me pejgamberin alayhis salatu vesselam. Namazi sebeb pa dyshim me hyn në xhennet, po plus namazi ta sjell edhe një të mirë, me u shoqnu me pejgamberin alayhis salatu vesselam. Njoni prej sahabëve tregon, thot, kom kalu natën te pejgamberi alayhis salatu vesselam, u çum kanë fal namaz, kanë marrë abdes, kanë fal namaz, i ka kon shërbim pejgamberit alayhis salatu vesselam, dhe pejgamberi alayhis salatu vesselam pas namazit këtij sahabës i cili e ka shoqnu atë natë pejgamberin alayhis salatu vesselam, ka thonë sen vet, pyet, kërko diçka. Se atë që e ka lyp Resulullah prej dikujt, thot vet diçka, çka po do?
Kyja ka lyp kërkesën, Allahu Azza wa Jall duan e pejgamberit nuk e ka kthy mbrapa, ka bo kabull. Ky nuk ka lyp kur gjo tjetër. I ka thonë pej pasunive dhe prej të mirave, i ka thonë, o, i dërgumi Allahut, po kom qef, ty me shoqnu në gjennet. Po kom qef, mu kon, qashtu që shporri me ty këtu, po kom qef edhe në gjennet me ty mu kon, o pejgamberi Zotit, se une nuk muj me emri gradën tonë dhe apo me ty, se ka shumë njerëz dhe ka shumë musliman që janë afër teje, e kështu që nuk muj, e andaj po lypi prej teje, mos i tha, vetë dishka, shka po ki qef, po kom qef, që une në gjennet me ty mu kon. Pejgamberi a.s. ka thonë, fe e inni ala kethreti sujud. Po, inshallah, ti ki mu kon me mu në gjennet, veç ndihmoma. Shka i ka thonë ndihmoma, ka thonë, bon sesh dhe thot fal namaz, ma tepër, fal nafile namaz, ma tepër, inshallah me mu do t'jesh në gjennet. Këto janë të nderuar vëllezër besimtar, mirësit e Allahut Azza wa Jall, për neve, dynja dhe në ahiret. Për mirësit tjera, do të vazhdojmë në hutbe tjera, lusim Allahun Azza wa Jall edhe njëherë, me shpirt e me zemër. O Allah, bëne namazin dashur në zemrat tona. O Allah, bëne namazin dashur në familjet tona. O Allah, bëne namazin dashur besimtar dhe musliman të vendet që po jetojnë dhe në vendet tjera. E kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru, innehu huwal ghafurur rahim. ما لنا رب سواه.